Edhe buka me lëvizjen vetëvendosjen qeverisje nga 36 cent, që është mesatarja e çmimeve për muajin shkurt vitit 2014, bëhet 31 cent. Sheqeri nga 72 cent kilogrami bëhet 62 cent. Kjo jo se jo, por çmimet në përgjithësi gjatë qeverisjes së Albin Kurtit u lohatën edhe më fort. Dhe kjo jo për të mirë, hovin më të madh për dëmtim të xhepit të qytetarit e pati viti që po e lëm pas. Viti 2025 do të jetë një vit ku do të karakterizohet me një inflacion i cili është shqetësues, që në nëntor të këtij viti ka qenë më tepër se 5.3%. E tëra kjo ndikon sot në ngritjen e çmimeve të produkteve esenciale në interes qytetarëve. Sot shporta e qytetarit në Kosovë është shumë e lartë në aspektin financiar sesa edhe në vendet të tjera evropiane. Fryrja e çmimeve edhe për produktet më bazike rëndon fort një pjesë të madhe të familjeve kosovare që ditën e çojnë veç me €1.98. Kosova vetëm do të varfrohet, por nuk do të përmirësohet standardi jetesës. Afër 30.000 qytetarë në Kosovë sot jetojnë me nerën 98 cent për një familje 4 anëtare për një jetë normale, jo të luksit, ku punon vetëm një familje duhet të ketë hyra afër 1.386 euro. Derisa inflacioni veç ka shkuar duke u rritur, njëjtës ndodhi edhe me pagat. Dhe kjo ka ulur ndjeshëm fuqinë blerëse. Rritja e pagave duhet të shkojë paralel me inflacionin, për ndryshe qytetarët varfrohen çdo ditë. Pako emergjente kundër inflacionit me fokus tek familjet me të ardhurat të ulta. Rritje reale të pagës minimale e lidhur ligjërisht me inflacionin. Kuletën e kosovarëve e zbrazi edhe rritja e çmimit të qerave, transporti dhe energjia elektrike. Për këtë dikush thotë se dihet edhe fajtori. Sot familjet po përballojnë një rritje të qerave, siç e thamë në fillim, të çmimeve të ushqimit, të kostos së transportit, të energjisë. Kjo nuk është një krizë e përkohshme për mendimin tim. Kjo është pasojë e keq qeverisjes së kësaj qeverie dhe qytetarët po e vuajnë. Dhe unë konsideroj që në këtë situatë zgjedhja më e mirë për momentin është për të kërkuar llogari. Në këtë të diellë Se jetesa e qytetarëve u vështirësua dukshëm e vërteton edhe fakti se çka mund të blehej në 2024 me €100 tash kushton afro 150 sosh.